Një raport i detajuar auditimi i kontrollit të lartë të shtetit me 421 faqe kanë nxjerrë në pa një sër shkeljesh në Bashkinë e Vlorës që lidhen me projekte dhe procedura prokurimi të realizuara gjatë periudhës janar 2023 dhjetor 2024. Nga shqyrtimi i dokumentacionit, auditimi evidenton 71 gjetje dhe 76 rekomandime që lidhen me mangësinë në organizim, përdorimin e fondeve publike dhe administrimin e të ardhurave, ndërsa theksohet se problematikat kërkojnë masë konkrete për përmirësimin e situatës dhe vendosjen e përgjegjësive administrative. Sipas raportit, kontrolli i lartë i shtetit i ka rekomanduar kryetarit të Bashkisë së Vlorës që të vlerësojë shkeljet e konstatuara e të nisë procedurat për masa disiplinore ndaj personave përgjegjës. Ndër personat e përmendur në raport është edhe Daud Zëraj, me detyrë sekretari i Këshillit Bashkiak, i lidhur me 2 procedura prokurimi që janë audituar në mënyrë të detajuar. Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në njësinë administrative Orikum për vitin 2023 dhe reabilitimi i stacioneve të autobusëve dhe i stacionit të taksive elektrike në segmentin nga Shkolla e Marinës deri tek Regina City, viti 2023. Sipas raportit, për këto procedura janë konstatuar probleme serioze në përgatitjen e projektit dhe dokumentacionit teknik. Projektet dhe preventivat janë hartuar nga punonjës të Bashkisë së Vlorës që nuk dispononin licencat profesionale të nevojshme të projektuesve sipas kategorive përkatëse të punimeve. Në dokument theksohet se sipas legjislacionit të fuqi, projektet e ndërtimit duhet të hartohen nga grupe të licencuara e projektimi që përfshin specialistë të fushave të ndryshme. Mos respektimi i këtyre kërkesave është konsideruar nga auditimi si veprim në kundërshtim me ligjin numër 8402 për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, si dhe me aktet nënligjore që rregullojnë disiplinën e projekteve ndërtimore. E njëjta problematikë është konstatuar edhe në projektin për reabilitimin e stacioneve të autobusëve, si dhe të stacionit të taksive elektrike, ku sipas raportit projektet dhe preventivat janë përgatitur pa licencat profesionale të kërkuara. Struktura e grupit të projektimit nuk përmbushte kërkesat ligjore. Dokumentacioni teknik nuk ishte hartuar sipas standardeve të përcaktuara. Sipas raportit, në disa procedura prokurimi, kur përfshihen edhe këto 2 projekte, janë vendosur kërkesa dhe specifikime teknike të paargumentuara, ndërsa kriteret e tenderit nuk kanë qenë të lidhura drejt për drejt me natyrën e kontratës, ku këto praktika kanë sjellë kufizim të konkurrencës dhe në disa raste kanë çuar në skualifikimin e ofertave më të leverdishme ekonomikisht. Këto veprime janë konsideruar në kundërshtim me ligjin me numër 162 të 2020-s për prokurimin publik, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave me numër 285 të 2021-shit për rregullat e prokurimit publik. Në raport përmendet se Daud Zëraj, sekretari i Këshillit Bashkiak të Vlorës, është i përfshirë në 2 procedurat e prokurimit që lidhen me rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në Orikum për vitin 2023, reabilitimin e stacioneve të autobusëve dhe taksive elektrike nga Shkolla e Marinës deri tek Regina City. Por, ndërsa auditimi thekson se këto gjetje kërkojnë vlerësim të përgjegjësive administrative dhe institucionale, duke rekomanduar marrjen e masave për të shmangur përsëritjen e problematikave në procedurat e ardhshme të prokurimit publik në Bashkinë e Vlorës, Daud Zëraj vijon të jetë sekretari i Këshillit Bashkiak të Vlorës.